Ky material shqyrton rastin e vargjeve satanike, një nga çështjet më të diskutueshme lidhur me Islamin dhe besimtarët musliman. Materiali do të analizojë se çfarë thuhet në Kur'an, hadithet e besueshme dhe komentimet më të rëndësishme islame. Në fund, lexuesit do të jenë në gjendje të gjykojnë vetë, bazuar në informacionin e paraqitur. Në Kur'an, në surën El Hajj, në surën 22 në vargun 52 lexojmë: Ne nuk dërguam para teje asnjë të dërguar dhe asnjë pejgamber, e që kur ai dëshiroi diç, të mos ju pat hedhur në atë dëshirën e tij djalli, e Allahu fuqizon argumentet e veta. Allahu është shumë i dijshëm dhe me urtësi të madhe rregullon çështjet. Shohim se çfarë thon komentuesit islam lidhur me këtë pjesë. Tek Tefsir Al-Jalalain lexojmë: Dhe ne nuk dërguam para teje asnjë lajmtar. Ky është një profet të cilit i është urdhëruar për të dorëzuar një mesazh, apo profet, një të cilit nuk i është urdhëruar të dorëzojë asnjë gjë. Por se kur ai recitoi shkrimin, Satani vendosi në recitimin e tij, çka nuk është prej Kuranit, por që ata të cilëve ai, profeti, u ishte dërguar do ta gjenin të këndshme. Profeti, gjatë një asambleje me Kurejshët, pasi kishte recituar vargjet e mëposhtme nga surja En-Nejm, a e keni parë Latën dhe Uzën dhe Menatën të tretën? Këto janë vargjet 19 dhe 20 të surës 53. Shtoi si pasojë e Satanit, i cili vendosi mbi gjuhën e tij duke qenë i pavetdijshëm për këtë. Ato janë zogj fluturues dhe në të vërtetë në ndërmjetësimin e tyre është për t'u shpresuar, dhe Kurejshët në këtë mënyrë ishin të kënaqur. Megjithatë, Gabrieli më vonë e informoi pejgamberin për atë që Satani kishte vendosur mbi gjuhën e tij dhe ai u hidhërua nga kjo gjë. Por më pas u ngushëllua me ajetin vijues se ai mund të ishte i qetë. Në këtë rast Zoti shfuqizon, anulon çfarëdo që Satani kishte vendosur, pastaj Zoti konfirmon shpalljet e tij. Dhe Zoti është i dijshëm për ato që Satani hedh, për ato që janë thënë, i urt në bërjen e mundur që Satani të bëjë gjëra të tilla, sepse ai bën çfarëdo që ai do. Tek Asbab al-Nuzul nga Al-Wahidi lexojmë: Ne nuk dërguam kur asnjë të dërguar ose profet para teje. Ky është vargu 52 i surës 22. Komentuesit e Kuranit thanë: Kur i dërguari i Allahut, pas se populli i tij po e shmangte, u mërzit nga refuzimi i tyre ndaj mesazhit që ai u solli atyre dhe fshehurazi dëshiroi që Allahu t'i zbulonte diçka që do të afronte atë dhe popullin e tij, dhe ishte i zellshëm që t'i shite ata të pranonin besimin. Një ditë, ai ul në një nga kongregacionet e Kurejshëve që tërhiqte një numër të madh anëtarësh, dhe dëshiroi që Allahu të mos i zbulonte atij atë ditë asgjë që mund t'i largonte ata prej tij. Atëherë Allahu i shpalli atij surën En-Nejm, pa shavyllin kur ai shkëlqen, surën 53. I dërguari i Allahut e recitoi atë, por kur arriti tek vargjet, a keni menduar për Latën dhe Uzën dhe Menatën të tretën, vargjet 19 dhe 20 të surës 53. Djalli vuri në gjuhë atë që ai kishte dëshiruar dhe shpresuar fshehurazi, dhe tha: Këta janë lejlekët e fuqishëm dhe në ndërmjetësimin e tyre shpresohet. Kur Kurejshët e dëgjuan këtë, u kënaqën shumë. I dërguari i Allahut vazhdoi të recitonte deri në fund të surës dhe pastaj u ul në sejdë. Të gjithë muslimanët e ndoqën shembullin dhe u ulën në sejdë, dhe të gjithë hidhujtarët që ishin të pranishëm u ulën në sejdë gjithashtu. Të gjithë ata që ishin të pranishëm, qofshin musliman apo jo besimtar, u ulën në sejdë përveç El-Walid ibn El-Mughira dhe Ebu Jaha Said ibn El-As, të cilët ishin shumë të moshuar dhe nuk mund të përkuleshin, por të dy morën një grusht pluhur dhe e vunë në ballë. Kurejshët u shpërndan pastaj, të lumtur me atë që dëgjuan. Ata thanë: Muhamedi përmendi idhujt tanë me fjalë komplimentuese. Ne e dim se Allahu jep jetë dhe e merr atë, ai krijon dhe siguron furnizim, por këta idhujt tanë do të ndërmjetësojnë për ne tek ai. Tani që Muhamedi i ka pranuar dhe ata, ne jemi të gjithë me të. Atë mbrëmje, Xhibrili shkoi te i dërguari i Allahut dhe tha: Çfarë ke bër? U lexove njerëzve atë që unë nuk e kam sjell nga Allahu dhe the atë që unë nuk ta thash. Në biografinë e Muhamedit të shkruar nga Ibn Ishaku, libri me titull Sirat Rasul Allah, në faqet 165 dhe 166 lexojmë: Tani, apostulli ishte i shqetësuar për mirëqenien e popullit të tij, duke dashur që t'i bënte për vete sa më shumë të mundte. Kur apostulli pa se njerëzit e tij i kthyen shpinën dhe ai ishte i lënduar nga ftohtësia e tyre për ato që i solli nga Zoti, ai dëshironte që të mund t'i vinte nga Zoti një shpallje që do të bashkonte njerëzit e tij me të. Për shkak të kësaj dashurie për njerëzit e tij dhe ankthit të tij për ta, do të kënaqej nëse pengesa që e bënte këtë gjë kaq të vështirë do të hiqej. Pastaj Zoti dërgoi: Betohem në yllin kur perëndon, se shoku juaj nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet sipas çefit të vet. Dhe kur ai arriti tek fjalët: A e keni parë Latën dhe Uzën, po Menatën të tretën të fundit? Satani, kur ai po meditonte për këtë gjë dhe dëshironte që t'ia sillte këtë popullit të tij, vendosi mbi gjuhën e tij: Këto janë lejlekët e lartësuar ndërmjetësimi i të cilave është i miratuar. Kur Kurejshët e dëgjuan këtë gjë, ata ishin të kënaqur dhe shumë të lumtur lidhur me mënyrën se si ai foli për zotat e tyre, dhe ata e dëgjuan.
ndërkohë që besimtarët e konsideronin të vërtet atë që profeti i tyre u solli nga Zoti i tyre, duke mos dyshuar për ndonjë gabim apo dëshirë të kodë apo rëshkitje, dhe ai arriti sejdën në fund të sures ku ai ul në sejdë. Muslimanët bën sejdë kur profeti i tyre bëri sejdë, duke konfirmuar atë që ai u shpalli dhe u bindën urdhrit të tij. Dhe politeistët Quraysh dhe të tjerë të cilët ishin në xhami bën sejdë, kur dëgjuan që tu përmendeshin zotat e tyre, kështu që të gjithë në xhami, besimtar dhe jo besimtar, bën sejdë. Pastaj njerëzit u shpërndan dhe Qurayshët u larguan, të kënaqur për ato që ishin thënë për zotat e tyre, duke thënë, Muhamedi foli për zotat tanë me shumë madhështi. Ai pretendoi tek ajo që lexoi se ato janë lejlekët e lartësuar, ndërmjetësimi i të cilave është i miratuar. Lajmi arriti tek shokët e profetit që ishin në Abisini dhe u raportua se Qurayshët kishin pranuar Islamin, kështu që disa njerëz filluan të kthehen, ndërsa të tjerët mbetën pas. Pastaj Xhibrili erdhi te apostulli dhe tha: "Çfarë ke bërë Muhammed? U ke lexuar këtyre njerëzve diçka që unë nuk ta kam sjell nga Zoti, dhe ti ke thënë atë që ai nuk ta ka thënë." Apostulli ishte thellësisht i hidhëruar dhe ishte shumë i frikësuar nga Zoti. Kështu Zoti zbriti një shpallje, sepse ai ishte i mëshirshëm ndaj tij, duke e ngushëlluar dhe duke ja bërë të qartë çështjen, dhe duke i thënë se çdo profet dhe apostull përpara tij ka dëshiruar atë që ai ka dëshiruar, dhe ka dashur atë që ai ka dashur, dhe Satani ndërhyn me diçka në dëshirat e tij, ashtu si kishte bërë me të folurën e tij. Pra, Zoti ja anuloi atë që Satani kishte sugjeruar, dhe Zoti përforcoi vargjet e tij, domethënë ti je njësoj si profetët dhe apostujt. Pastaj Perëndia dërgoi: "Ne nuk kemi sjell para teje o Muhammed asnjë të dërguar e asnjë profet që djalli të mos i ndërhynte në leximin e tij nga shpallja. Por Allahu e zhdukte ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forconte shpalljet e veta. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë." Nëse të dhënat e mësipërme mund të mos konsiderohen 100% të besueshme nga ana e muslimanëve, një burim që konsiderohet mjaft i besueshëm lidhur me të dhënat islame, pa dyshim që janë hadithet e Buhariut. Në hadithin me numër 4862 lexojmë: transmetuar nga Ibn Abasi, profeti bëri sejdë kur mbaroi së recituari suren an-Najm, dhe të gjithë muslimanët dhe al-mushrikunët që janë politeistët, paganët, idhujtarët dhe jo besimtarët, dhe xhinët dhe qeniet njerëzore bën sejdë bashkë me të. Këtu shohim qartësisht se hadithi i Buhariut është në përputhje të plotë dhe i ngjashëm me materialet e tjera të mësipërme. Bazuar në informacionin e paraqitur shohim se Muhamedi kërkonte një shpallje që do të afronte me Qurayshët, por nuk po arrinte të gjente një zgjidhje. Gjatë një mbledhjeje të Qurayshëve, ai recitoi suren an-Najm, ku deklaroi se idhujt e paganëve shërbenin si ndërmjetësues të tyre tek Allahu. Kjo përputhej me dëshirën e paganëve që idhujt e tyre të mos diskreditoheshin. Në këtë mënyrë, dëshira e Muhamedit u realizua, pasi Qurayshët u bën të gatshëm ta ndiqnin. Më vonë, Muhamedi vetë pohoi se ishte djalli që i kishte vënë ato vargje në gojën e tij, dhe se ato nuk vinin nga Allahu. Pra sipas Muhamedit, djalli kishte folur përmes gojës së tij. Lind pyetja se si është e mundur që një profet i Zotit, siç pretendohet nga muslimanët se është Muhamedi, të jetë aq i dobët sa djalli të mund të flasë përmes tij, të marrë kontrollin e trupit të tij, dhe ai të mos jetë në gjendje të dallojë fjalët e Zotit nga ato të djallit. Në bazë të Biblës së Shenjtë, nëse një profet vepron ashtu si ka vepruar Muhamedi, duhet të vritet. Tek ligji i përterir, në kapitullin 18 në vargun 20 lexojmë: "Por profeti që pretendon të thotë në emrin tim një gjë për të cilën unë nuk e kam urdhëruar ta thotë ose që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet." Tek Ungjilli sipas Lukës, në kapitullin 10 në vargun 18 deri në vargun 20 shohim fuqinë që kanë dishepujt e Jezusit. Aty lexojmë: "Dhe ai u tha atyre: Unë e shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rufe. Ja, ju dhash pushtet të shkelni për mbi gjarpërinë dhe akrepa, dhe mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtoj. Megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por gëzohuni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiell." Pra këtu shohim pushtetin që Krishti u dha dishepujve të tij mbi armikun. Muslimanët e lënë shpirtin e tyre në dorë të Muhamedit, të një njeriu i cili nuk ishte në gjendje të mbronte as veten e tij nga djalli. I bëjmë thirrje të gjithëve të vinë të forca e vërtetë dhe shpëtimi i vërtetë, tek Jezus Krishti, e vetmja rrugë, i vetmi shpëtim, tek ai i cili nga dashuria që ka për njeriu dha jetën e tij.